Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U lidha me një milioner, por që nuk më jepte asgjë. Nuk kam qenë kurrë vajza që ndiqja luksin me çdo kusht, por kur erdha në Tiranë 25 vjeçe me një valixhe të vjetër dhe 2000 lekë në portofol, jeta më duk aq e padrejtë sa fillova të ndëroja diçka më shumë. Nuk e kisha menduar kurrë që do njihja dikë si Aleksi. Ai ishte 42 vjeç, pronar kompanish, të gjithë e njihnin, të gjithë i flisnin me respekt. Unë punoja në recepcionin e një hoteli, një prej hoteleve që ai zotëronte. Një natë ai erdhi për një takim pune dhe pas asaj dite filloi çdo gjë. Në fillim më jepte vëmendjen që kurrë nuk e kisha përjetuar nga askush. Më sillte lule, më dërgonte mesazhe të gjata, më fliste për jetën, për fëmijërinë e vështirë, për pasurinë e madhe që e kishte ndërtuar vetë. Më dukej njëri i sinqert dhe rëshqita pa e kuptuar, por shumë shpejt konstatova diçka të çuditshme. Ai ishte milioner, por asgjë nga ajo botë nuk më jepej mua. Jo që t'i kërkoja unë para, por në 2 muaj lidhje nuk pranoj kurrë të më ftonte në një darkë apo në një vend të mirë. Hanim gjithmonë në makinë, blinim në një fast food të lirë, nuk më tregonte ku jetonte, nuk donte foto, nuk donte të më prezantonte askund. Fillova të justifikoja duke menduar, ka shumë punë, ka shumë presion, ka frikë nga mediat. Derisa një mbrëmje u detyrova ta pyes me ngulm. Pse nuk do të bësh kurrë diçka për mua? Qoftë edhe një gjë të vogël. Ai buzëqeshi ftohtë. Ajo buzëqeshje do të mbetet gjithë jetën në mendjen time. Blerta, unë të dua sepse ti nuk kërkon asgjë. Nëse do më kërkoje diçka, nuk do të doja. Zëri i tij tingëlloi si lavdërim, por mua në fakt më shpoi në shpirt, sepse kuptova diçka. Ai më donte si dikë që e mbante varur, pa i dhënë asgjë. As kohë, as respekt, as të drejtën të ndihesha pjesë e jetës së tij. Një ditë pas 3 muajsh lidhje të fshehtë, vendosa t'i shkoj pas. Kisha nevojë të dija ku jetonte, kush ishte realisht. E pash teksa parkoi para një vile të madhe në Lundër. Një grua doli nga dera dhe i hodhi duart në qafë. 2 fëmijë vrapuan drejt tij. U fsheha pas makinës time pa frym. Isha e padukshme, e pavlerë dhe e përdorur. Në atë moment kuptova gjithçka. Aleksi nuk më jepte gjë sepse unë nuk isha asgjë për të. Ai kishte një jetë të tërë, një familje, një botë ku unë nuk do të futesha kurrë. Atë natë i dërgova një mesazh të gjatë, nuk u përpoqja të bëja skena. Thjesht i shkrova: "Më ke pasur, por nuk më ke vlerësuar kurrë. Të lutem mos më kërko më." Ai nuk u mundua as ta kontestonte, as një pse, as një prit. Më ktheu një përgjigje që thoshte: "Okej." Aty mu trondit bota më shumë se sa kur pash vilën, gruan dhe fëmijët. Sot jam 29 vjeçe, kam mësuar se disa milioner janë të varfër në gjën më të rëndësishme që është ndjenja e vërtetë. Dhe i kam premtuar vetes, kurrë më nuk do t'i afrohem dikujt që më ofron gjithçka, duke mos më dhënë asnjë gjë konkretisht.